Kjo formë e ndryshimit të çështjes së votimit, prej votimit të hapur në votim të fshehur, ne po konsiderojmë që është shkelje kushtetuese si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, me nënshkrimet e deputetëve të Aleancës, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, e kemi dërguar në gjykatë kushtetuese për interpretim të ndryshimit të votimit në mes të procedurave për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Raporti është hartuar nga ekspertë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ne kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet. Duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po zhvlerësohet edhe vlera e Kuvendit të Kosovës duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seanca të cilët i konsiderojmë që po shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës. I lutem akterët që ta trajtojnë me prioritet, ndoshta edhe me një pezullim të përkohshëm, me një mos të përkohshëm për ndalim të mbajtjes së seancave derisa gjykata me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta merr një vendim. Është e patolerueshme kjo çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës. Ju e dini që në mes të procedurave me datën 5 maj, kryesuesi i seancave plenare, që është deputeti më i vjetër i Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka ndryshuar format e votimit për kryeparlamentarin dhe ju e dini që po kërkojnë që të formohet një farë komisioni që me votim të fshehtë të zgjedhet kryeparlamentare. Ne nuk e kontestojmë që partia e parë me një vendim të gjykatës kushtetuese ka të drejtën e propozimit të kryeparlamentarit, po nuk është e drejtë jonja dhe nuk është e drejtë tyre me kërku që ne ta votojmë kryeparlamentarin. Partia e cila ka shumicën e votave duhet të sigurojë vota për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe më pas për zgjedhjen e qeverisë. Andaj kjo formë e sjelljes, kjo formë e ndryshimit të çështjes së votimit, prej votimit të hapur në votim të fshehur, ne po konsiderojmë që është shkelje kushtetuese dhe kjo është arsyeja që ne kemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Çka nëse gjykata vendos të kundërtën e asaj që ju po kërkoni? Ne gjithmonë i kemi respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese, pavarësisht cilat janë. Ne asnjëherë nuk kemi thonë që ndonjë vendim që na konvenon ta pranojmë e vendimet që nuk i takojnë, që nuk na pëlqejnë, nuk i pranojmë. Dhe kjo qeveri ju e dini që është shkelësja më e madhe e vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke bërë ligje antikushtetuese edhe të cilat kjo gjykatë i ka shpall antikushtetuese dhe që kanë vazhduar me shkelje. Këta janë shkelësit më të mëdha të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ne cili do që të jetë vendimi do ta respektojmë. A do të votoni? Ne nuk kemi të drejtë të votojmë, kemi të drejtë të votojmë, po mundet me qenë kjo formë, ne para se më ndodh kjo, domethënë ndryshimi i formës së votimit, ju e dini që ne kemi votuar kundër. Albolena Haxhiu për 14 herë nuk ka marrë vota për kryeparlamentare. Është drejtë e partisë, ndërsa përderisa ka qenë me votim të hapur, ju e dini që ne kemi votuar dhe kemi votuar kundër. Është drejtë e deputetit të votoj për, të votoj kundër apo të abstenoj, e në raste të tilla që konsiderojmë që ka shkelje kushtetuese, ne kemi abstenuar, nuk kemi votuar fare, nuk kemi votuar për formimin e një komisioni për të kaluar në procedura të votimit të kryeparlamentarit me votat e fshehura, sepse konsiderojmë si antikushtetuese, andaj nuk i ka marrë votat tona. Sene Kadriaj, keni qenë përmend se kjo dorëzim i lëndës mund ta zmarrisë edhe me tutje procesin e konstituimit të Kuvendit, për shkak që duhet interpretim dhe kërkohet zvarritje. Unë mendoj që po luhet me imazhin e Kuvendit të Kosovës. Shihni në seanca çdo 48 orë, nuk ka askush nga ambasadorët e vendeve të Kuintit apo zyrtarë që i përcjellin këto seanca, sepse po dihet rezultati, po dihet se çfarë do të ndodh. Kjo qeveri nuk ka reflektuar, ka pas parti që kanë dhënë edhe opsione të tjera që ndoshta ndonjë kandidat tjetër që është më konsensual do i kishin votat e opozitës, mirë po këta po vazhdojnë me kandidatin e njëjtë. Ata duhet të mblidhen dhe të thonë është detyrë e tyre me gjetë zgjedhje, nuk është detyrë e opozitës e partive që kanë qenë në opozitë për gjetjen e ndonjë zgjedhje për zgjedhjen e këtij gërqit. I takon vetë vendosjes, i takon të sigurojnë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit edhe jo asnjë subjekti tjetër politik.